Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet janë shpesh të papërmbajtura dhe çdo moment mund të kthehet në një përplasje të ashpër, siç ndodhi mes Albës dhe Arditit. Ngjarja filloi si një konflikt i thjeshtë për një lugë, por shumë shpejt u shndërrua në një përballje të nxehtë që nxori në pa thellësinë e tensioneve të akumuluara mes tyre. Albës dhe Arditit i është dukur se nuk janë më të aftë për të mbajtur qetësinë, pasi shqetësimet dhe pasiguria i kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës në shtëpi. Konflikti nisi kur Arditi ja akuzoi Albën për fshehjen e lugëve dhe për faktin se ajo nuk po ja jepte kur ai kërkonte, gjë që krijoi një atmosferë të rënduar dhe të pasigurt. "Për çfarë bëni këto gjeste, është turp?" I tha Arditi me zë të ngritur, duke e quajtur këtë veprim të Albës si një lojë të ulët dhe një shenjë të mungesës së bashkëpunimit. Alba, e cila shpesh ka treguar se nuk është e gatshme të mbajë më shumë durim në momentet e tensionit, u përgjigj me shumë nxehtësi, duke i kujtuar Arditit se nuk ishte vetëm ajo që kishte fshehur diçka. "Po kur më morët rrobat në garderobë dhe mi fshehet. Nuk e di kush I ka fshehur ato," tha ajo me të njëjtën forcë, duke e përballuar drejt për drejt, pa u frikësuar nga përgjigja e tij. Të dy po përdornin një gjuhë shumë të ashpër, duke arritur në një pikë kulmore ku çdo fjalë po shtonte më shumë mllef dhe dhimbje. Përplasja u intensifikua më tej kur Alba e shtyu Arditin, duke e goditur me forcë, një veprim që nuk kishte ndodhur më parë midis tyre. Arditi, I zemëruar, u përpoq të mbante qetësinë, por nuk mundi të mos reagonte, duke u shtyrë pas ngacmimit të vazhdueshëm. Ky moment tensioni ishte gjithashtu një shenjë se marrëdhënia mes tyre po bëhej gjithnjë më e paqëndrueshme, me dy banorët që shpesh u gjetën të përfshirë në grindje të tilla, që ndiheshin gjithnjë më të thella dhe më të ashpra. Ky incident nuk ishte thjesht një përplasje për një lugë apo disa rroba, por një pasqyrë e përpjekjeve të ndërsjella për të mbajtur